Qeveria portugeze ka reaguar lidhur me vrasjen në Shqipëri të turistit 20 vjeçar Luis Miguel Ferale Mendes, i cili u vra me thik nga 29 vjeçari Sokrat Vata. Ministria e Punëve të Jashtme e Portugalisë njoftoi se po e ndjek nga afër çështjen dhe se është në komunikim me autoritetet shqiptare përmes ambasadës së Portugalisë në Rom dhe konsullatës së nderit në Tiranë. Raquel Trinidade, nga kabineti i ministrit portugez të punëve të jashtme, deklaroi për radion Renesenca se autoritetet portugeze ende nuk kanë marrë informacionin zyrtar të plotë mbi rrethanat e ngjarjes dhe veprimet e ndërmarra nga autoritetet në Tiranë. Ministria e Punëve të Jashtme po ndjek rastin e këtij shtetasi portugez që ka humbur jetën në Shqipëri dhe përmes ambasadës sonë në Rom, si edhe konsullatës së nderit në Tiranë, jemi në kontakt me autoritetet lokale, deklaroi Trinidade. Ajo konfirmoi se për momentin pala portugeze ende nuk ka një pasqyrë të plotë dhe zyrtare për atë që ka ndodhur. Nga mediat lokale dim se ka pasur ndalime, por për momentin ende nuk kemi informacion përmes rrjetit ton që mund ta përcjellim, shtoi Raquel Trinidade. Sipas saj, Ministria e Punëve të Jashtme do të vazhdojë të ndjek çështjen dhe do të mbajë kontakte si me autoritetet shqiptare ashtu edhe me familjen e viktimës. Luis Miguel Ferale Mendes u gjet në orët e para të mëngjesit të së martës me plagë të shkaktuara me thik. Sipas raportimeve të deritanishme, ngjarja dyshohet se ndodhi pas një konflikti. Duke u referuar mediave shqiptare, raportohet se 11 persona janë arrestuar në lidhje me vrasjen, si dhe i dyshuari kryesor për goditjen me thik përmendet 29 vjeçari Sokrat Vata. Sipas të njëjtit burim, autori ka precedent në Mbretërinë e Bashkuar për vepra që lidhen me trafik droge, armbajtje pa leje dhe drejtim të rrezikshëm të automjetit.